Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti, siç e shihni edhe prapa meje, do të flasim sot për këtë bimë kaq të veçantë edhe kaq të çmuar të natyrës tonë, siç është shafrani i kuq. Është një nga thesallet më të rralla të natyrës, është një bimë që do kujdes të veçantë si në mbledhjen, por edhe për vlerat e tij të jashtëzakonshme është quajtur si ari i kuq. Mirë se erdhë doktor për të na treguar diçka më tepër për çajin me shafranin e kuq, aq më tepër dhe shumë interesant është fakti që kjo bimë tashmë kultivohet edhe në vendin tonë për shkak të vlerave komerciale të saj. Po edhe të vlerave komerciale, është një nga bimët më të shtrenjta. Më të shtrenjta në botë. Kush e bën kaq të shtrenjtë? Më të shtrenjtë e bëjnë vlerat që ndodhen në këtë stigmën e asaj fijes së kuqe që neve shikojmë. Pra, ndikimi i saj i gjithfuqishëm në qarkullimin e gjakut lehtëson shumë mirë në tretjen, largon ato ngërçet e fijeve muskulore, sidomos te muskulatura e butë që janë këto zorët. Është e mrekullueshme sidomos si një qetësues nervor, por deri edhe tek ata që janë antidepresiv. Po çfarë është në të vërtetë shafrani? Është një bimë e cila edhe para çlirimit, le të themi, në Shqipëri ka ekzistuar, po biles në rrafshin e Dukagjinit e kështu ishin zonat veçanta me shafran të kuq dhe një ngjyrë floriri që ishin si thua masive. Prandaj dhe e quajtën edhe ari kuq për komercialitetin e saj, pra që quhet si zona e shafranit. Zona e shafranit. Mbas çlirimit humbi, ndërsa tashti ka filluar që të kultivohet në Elbasan, në Peqin, në Dumre, në Pogradec tek Hysniu, edhe në disa zona tjera, por që janë më të pakta, më sporadike. E eksportojmë jashtë shafranin? Po, tregtohet një pjesë e vogël e tij tregtohet jashtë. Kërkon toka të lehta, nëse do ta di ndonjëri, toka skeletike të lehta. Nuk është preferent ndaj mikroelementeve që ndodhen në tokë, sepse nuk ka kërkesa për lagështirë, sepse ky si thuaç vegjeton, lulëzon, ndërkohë që bien shirat e para të vjeshtës. Aty e ka gusht shtator, po. Atëherë fillon të nxjerrë ato si bishta qep të vogla kështu. I pam edhe në ekran. Dhe mandej ky mbyll lulëzimin, si thuaç, deri nga fillimi i muajit nëntor dhjetor. Ama siç e tham, kjo bimë do një punë të jashtëzakonshme, do durim, sepse mblidhet fije për fije apo jo? Shifeni se sa fije. Nuk ma do mendja që ta bëjnë të moshuarit, sepse do pak edhe sy të mpret. Është një fije ka që imët, mund të konsumohet dhe kështu si që është, apo jo, përveçse në çaj. Mund të themi duhen rreth 200 lule për të bërë 1 gram shafran. Për shembull, siç është ajo e kavanozi. Paketimi këtu është 1 gram për shembull. Duhen 200 lule të tilla, imagjino se sa. 200 lule që të bëhen, pra 200 nga ato stigma, ato se fijet e shafranit për të bërë 1 gram. Duhen afërsisht nga 200 deri në 500 ditë pune për të bërë 1 kilogram. Pra, nëse do futet pak mekanika, ulet numri fuqisë punëtore. Nëse gjithë shka do të bëhet me dorë, artizanale, kuptohet që harrin. Megjithatë, po më thotë doktor që në, le të themi, fermerët të cilët e kultivojnë shafranin në Shqipëri, ka filluar ky procesi me këto makineritë për ta veçuar nga lulet. Një disk rrotullues, një presion ajri, dhe ai rrotullon lulet dhe këto kputen shumë lehtë. Humbasin shumë apo jo? Jo, nuk humbasin shumë, po ai fiton në kohë maksimalisht. Pastaj ato thahen apo jo? Ato thahen. Këtu tek tharja njerëzit duhet të kenë shumë kujdes që ta bëjnë tharje në një temperaturë 35-38, maksimumi 40 gradë. Pasi gjatë procesit të tharjes, atëherë ndodhin me të vërtet disa ndryshime. Vajrat esenciale fillojnë që të humbasin një pjesë e mirë e tyre. Vitamina C që ndodhet te pistilit e njoma, mundet të themi që në pjesa më e madhe e saj largohet. Avullon është lehtësisht e avullueshme. Një pjesë e vajrave esenciale, siç janë këto, le të themi, që i japin aromën dhe që i japin atë vetinë neuroprotektive të saj, fillojnë që të na largohen. Pjesa tjetër mbetet. Pra, sa më ftohet, sa më errësirë tjetë, aq më shumë fiksohet ajo ngjyra
dhe aq më shumë vlerat e shafranit janë në këto stigmat, në këto fijet e shafranit. Ajo që bie më shumë në sy është kjo, pëson një farë transformimi, ai komponenti aromatik, ajo pikokrocina dhe krocinina, të cilat i japin atij një veçori të tillë, i shtojnë atë aromën, e bëjnë më goditse, e bëjnë më tonike dhe i ruajnë atë jetëgjatësinë. Por gjithmonë ata që e vjelin duhet kënë parasysh tharjen maksimalisht në hije, jo në vend që ka lagështirë, në vend i ngritur, që kjo lagështirë aty i lehtësisht si një shkëmbim midis diferencave të avujve të ujit, dhe aty na mbeten vlerat më të mëdha të tij. Tani vlerat më të mëdha cilat janë, duke qenë se kanë konsideruar si ari i kuq, kjo për shkak të çmimit të lartë që ekziston për këtë, ose për shkak të mënyrës se si kultivohet, puna, durimi, gjitha, apo edhe për shkak të vlerave që kanë në shëndet, dhe çfarë vlera është të tilla? Janë pikërisht vlerat, për shembull, nëse ne do të marrim një stigmë, një fije nga këto, ajo që është natyrale, origjinale, është tamam si një trompet, si një burie. E hollë, e ngushtë poshtë ku bashkohet me kupën e lulës dhe vjen duke u zgjeruar në pjesën fundore të saj. Pra, jo si një qerpik, si tub, por në formë në një burie. Që do të dimë edhe ta dallojmë sepse po do të bëjmë dallimi se në treg mund të ketë edhe falsifikime të mund të marrin mustaqet e misrit, t'i ngjyrosin me të kuqe dhe tregtojnë si shafran. Mund të marrin ato. Si e dallon konsumatori pastaj në shije, në aromë? Nëse ato stigmat janë si cilindra të vegjël, atëherë kuptohet që kjo nuk është fije shafrani. Nëse vjen e ngushtë dhe e gjerë në pjesën e sipërme të majës dhe me një pak si degëzim, atëherë kjo është shafran. Pra, po të vëmë re këtu neve, ja. Po, nuk është... është e ngushtë nga baza dhe vjen duke u zgjeruar. Sa mund të shpjegohet zgjerimi në këtë fije kaq të hollë, po ta shikosh me sy të lirë e kupton. Në qoftë se do të bëjmë këtë gjë, që duam ta hetojmë nëse është shafran apo jo, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim një gotë me ujë të ngrohtë për shembull, hedhim afërsisht 10-15 fije shafrani. Ja po e provojmë ndërkohë. Dhe do të vëmë re që pak e nga pak shafrani do ta ngjyrosi ujin dhe do t'i japi atij një ngjyrë ari në floriri. Dhe përsëri ato fijet, ato stigmat do të na mbeten të kuqe. Në një shafran në një shafran të ngjyrosur, do të na ndodhi e kundërta. Ajo bëhet çaj, do të bëhet i kuq flak, edhe ato stigma do të bëhen të bardha. Të bardha, sepse janë thjesht mustaqe misri që ato të ngjyra me bojë. Që kjo crocus sativa, aty në brendësi të saj ka këtë beta krocinën, e cila edhe alfa, beta, gamma. Atëre, këto na japin ato beta karotenet, na japin atë ngjyrën e verdhë si të karotës. Më kupton? Deri në fund të bisedës ne do ta shikojmë se e lëshon atë ngjyrën pak e nga pak, shumë ngadalë në një shumë ngadalë. Shafran të ngjyrosur. E rëndësishme është ai çaj të mos na bëhet i kuq dhe stigmat mos të bëhen të bardha. Po. Ato do të qëndrojnë me ngjyrën e tyre, thjesht ngjyra e ujit do të jetë pak e nga pak, në mënyrë të përshkallëzuar, pra duke e shtuar pak e nga pak ngjyrën dhe të ruaj përsëri pistili, ai mirë thash, stigma, po pistile janë të lules, këto stigmat të na ruajnë përsëri të mbeten të kuqe. A është toksike nëse e teprojmë me dozën, doktor? Po, duke qenë që shiko, nuk është vetëm kjo krocinina, pikokrocinina, por ka edhe substanca të tjera, si që janë për shembull këto, le të flasim tek polifenolet, tek që janë edhe anti-inflamator. Kemi këto acidet kafeike, të cilat nëse do të teprohen, atëherë këto mund të na toksifikojnë organizmin. Por si do të veprojmë pra për përdorimin e tyre, për fëmijët për shembull, për të qetësuar pak sistemi nervor dhe për t'i larguar këto ngërçet e barkut dhe të zorrës, fëmijëve që janë 5-7 vjeç, mund t'ju japi maksimumi deri në 5 nga këto stigmat, nga këto fijet. Më tepër, atëherë ne më shumë i bëjmë keq atij sepse e japim
një lumë të tërë me disa mikroelementesh dhe në veçanti po ta shikojmë kur neve e bëjmë çajin e përgatisim në këtë mënyrë, ne marrim atë kompleksin e vitaminave shumë të dobishme për sistemin nervor. Prandaj themi që është edhe antidepresiv i lehtë, sepse ka vitaminën B1, B2, B3, B6, shumë të nevojshme për sistemin nervor. Por ka edhe disa mikroelemente këtu në brendësi, duke filluar pra edhe nga hekuri, edhe zingu, edhe magnezi, edhe mangani, edhe kalciumi, të cilat janë të dobishme, sidomos për njerëzit që kanë mungesë të mikroelementeve, por edhe ndonjë anemi. Pra ai hekuri e kështu me radhë na ndihmojnë në funksionimin e mirë të organizmit, sepse këto mikroelement nxitin qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë shumë mirë në formimin e rruzave të kuqe të gjakut. Pra, me pak fije ne marrim me vlera për shëndetin e njeriut. Sa kohë mund të përdoret 10 fije ose sa është e përcaktuar sipas grup moshave? Kjo mund të përdoret edhe 20 ditë në muaj, edhe 25, nuk ka asnjë gjë të keqe. Se njerëzit fillojnë edhe nuk e ndalin, prandaj. Patjetër, jo, nuk ka asnjë gjë të keqe, e rëndësishme mos të teprohet doza. Le të themi për një të rritur, mund të shkojmë nga 10 deri në 15 fije. Ndonjë që është antidepresiv dhe ka nevojë për në tepër, mund të shkojë deri në 20 fije në ditë. Nëse një fëmijë i japim për shembull 20 stigma, 25 po të na shkaj dora dhe të mos i numëroj mirë, ati mund t'i japim kështu me vërtet një toksicitet. Se i vete, po patjetër të vjella, një plogështi dhe një ulje, një rëndes në sistemin nervor. Një lloj dobësie sepse këto elementë vijnë me vrull. Nxitje, por e kemi kaluar në tërheqje. Ky sikur don të mbrohet nga këto mikroelement të shumta që ky ka marrë. Domethënë, nëse kjo vitamina B3 është qetësues i mirë nervor, ajo duhet merret me një dozë të caktuar. Dozat e larta e vrasin sistemin nervor. E këtë duhet ta kemi në veçanti për fëmijët. Ndërsa tek të rriturit nuk mund të themi që ai po të marrë 1 gram ditë, ky me të vërtet toksifikohet. Po të marrë 5 gram patjetër, ja ai kavanozi i vogël, sikur ai ta marrë ta konsumoj, është shumë toksike. Për t'i përthithur më mirë të gjithë elementët që shafrani këto fije të përmbajnë, si është mënyra më mirë? Në ato që ne themi sinergjia ushqimore, ku dy elementë bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Atëherë le të themi kështu, këto përbërës bioaktiv që ndodhen në ato fijet e asaj. Duke marrë për shembull edhe kjo luteina, edhe kjo zeaksantina e të tjera, edhe krocina, edhe krocinina, të gjitha shumëfishojnë aktivitetin e tyre nëse i marrim me këto pijet e ngrota, nëse mund ta shoqërojmë për shembull ja këtë çaj që ky do të bëhet avash çaj në këtë mënyrë. Pra, kjo tregon që ky është një shafran natyral. Atëherë, ky vjen nga zona e Pogradecit. Nëse do të marrim të shtojmë në të edhe pak mjalt, afërsisht le të themi, akoma kjo nuk është bërë tamam në atë pikun e saj. Do 10 minuta të paktën të qëndroj. 15 minuta. Dhe po të shtojmë te ky çaj neve edhe pak mjalt, pra një lugë çaj me mjalt, atëherë vlerat e tij si thuash dyfishohen. Pse? Sepse na bashkohen edhe enzimat nga mjalti, por edhe glukoza, fruktoza, saharoza e tjera dhe plus enzimat. Atëherë nuk marrim më vetëm pak, le të themi, atë kompleksin e vitaminave B1, B2, B3, B6, por marrim edhe enzimat nga mjalti. Antioksidantët, po le të themi që ky është qetësues nervor, sepse përmban edhe këto polifenolet, përmban këtë vitaminën B3, por përmban edhe këto krocinën dhe krocininën. Atëherë, nëse ne do të shtojmë diçka, për shembull, një kamomil, ose një valerian, një barblete, atëherë efekti qetësuesi i asaj gotës së çajit në mbrëmje do të bëhet shumë më i fortë. Po si mund ta marrim për shembull të kombinuar? Atëherë, ka disa që i marrin, i hedhin të dy anxhezve, i japin një vlim për shembull dhe është e gabuar vlimi se ja humbet vlerat? Patjetër, tek shafrani pak i kanë humbur nga tharja. Pak vajra esencial që na kanë mbetur aty për shembull.
do fillojnë që ato qik të paksohen rrugës me kalimin e muajve viteve. Dhe neve marrim atë kashtën pastaj. A s'ka donë shafrani prej vitesh? Po, 24 muaj njëherë është aktiv elementot. Atëherë, si mund ta bëjmë çajin? Për shembull, nëse do të marrim këtë çajin e kamomilit, afërsisht të zijim, të përvlojmë, ose mund të japim një val të lehtë as 1 minutë tamam, ta hedhim ta lëmë ja 5-6 minuta kamomilit këtu, në atë që të mëftohet, dhe pastaj të marrim edhe ta kullojmë tek gota e çajit. Në gotën e çajit ne të hedhim fijet e shafranit. Pra, jo ta kalojmë që në procesin e zierjes. Shafrani nuk duhet të zjej, pra thjesht do të jetë në ujin e ngrohtë të kamomilit. Mund ta zjej me barin e bletës, për shembull, mund ta zjej me murrizin. Pra, nëse duam që të bëjmë një çaj për të pastruar arteriet nga brenda, pasi është i mrekullueshëm, ose një çaj që po të vëmë re ato rruazat e kuqe të gjakut, kur njeriu është i shëndetshëm, ngjyra e tyre është e pjekur e mirë, si ai rrushi. Po kur ajo është e dobët një njeri anemik, është si ai rrushi i papjekur, bëj një krahasim shumë vulgar që ta kuptojnë qytetarët, atëherë është si ajo roza e lehtë që akoma nuk ka arritur në ngjyrën e pjekjes të tij teknike, atëherë shafrani na ndihmon në forcimin e këtij pigmenti të ngjyrës së kuqe, të rruzave të kuqe. Atëherë mund ta përdorim këtë zierjen, murrizin lule, ta zjejmë më vete, 1-2 minuta, dhe mandej pastaj, kur e kullojmë që ta hedhim në gotën e çajit, atëherë hedhim këto fijet e shafranit. Pas 10 minutash për shembull, çajin ne do ta pim së bashku me stigmat e edhe me fijet, pra jo vetëm ato që kanë lëshuar fijet, por edhe fijet. Në mënyrë që neve në sistemin e çfarë mbetet aty te fija që pa kaluar te uji? Mbeten shumë minerale, mbeten edhe një pjesë e mirë e flavonoideve. Pra, këtu me gjithse ky proces vazhdon akoma, për shembull, ky proces vazhdon. Dhe fijet janë po të kuqe si në fillim? Po, fijet janë po të kuqe, tregon që shafrani është natyral, është origjinal. Tash i shohim, ajo fryhet pak. Fijet jetin dhe në kos. Shumë e mirë, pasi kosi është i ftohtë, po aty marrim me të vërtet ato vlerat e tij probiotike, dhe për t'i dhënë pak fuqi më tepër, ne mund ta shoqërojmë, për shembull, mund të shënojmë një recetë të tillë. Për shembull, 1 gotë kos, hedhim atë muslin 2-3 lugë gjelle, hedhim 1 lugë gjelle kardiomer, 10-15 fije shafrani. Kosi totalisht i gjithi do të bëhet i kuq, pasi ai kardiomeri përmban shumë boronicë dhe na jep atë ngjyrën vishnje të errët të kosit. Plus shafrani që ne do të shtojmë. Ka boronicën, ka aronjën, ka hibiskusin. Të gjitha të thara të bluara, një përzierje unike për qarkullimin e gjakut, për tensionin, për zemrën. Është lehtësisht i përdorshëm nga të moshuarit. Më kupton? Po në këtë rast shoqërohet dhe me shafranin dhe vlerat e asaj pjatës së kosit, pa diskutim që janë shumë herë më të mëdha. Le të vemi tek ndonjë rast tjetër, një person që është, le të themi, impulsiv, që është depresiv, që sikur tërhiqet nga jeta, ndjen një zbrazti në organizmin e tij, kështu me radhë, atëherë unë do të thoshja, shafrani në bashkëpunim edhe me qumshtin e bletës dhe me çajin Harmonia është i mrekullueshëm për t'u përdorur. Për këta persona. Mirë, doktor, faleminderit shumë për bisedën dhe për këshillat apo informacionet që shpërndam sot për publikun në lidhje me shafranin e kuq. Ne po e konsumojmë këtë çajin. Na bën shumë mirë për ta vazhduar më tej ditën, ndërkohë nuk patëm kohë të prisnim telefonatat tuaja, por me siguri të hënën e ardhshme do të jemi direkt këtu në Rreze Dielli. Të uroj javë të mbar, doktor. Faleminderit. Bashkë do të shihemi nesër, kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.